Klevisa, çfarë mendon? Kaq kisha. Unë kam pas një bashkëbisedim edhe me Blerinën edhe me Sarën për pjesën e Indrit, se më kanë pyet në qoftë se unë kam pak interes ndaj Indrit dhe ju kam thënë që jo, s'kam fare interes ndaj Indrit, unë me Indrit nri sepse më shkon shumë muhabeti dhe i kam folë për vetën, do më thënë qa bëj artë dhe më ka folë, sigur kam folë me Blerinën, sigur kam folë me Kostanën, me shumë tjerë dhe thjesht ja kam thënë dhe vetë Indrit që besoj që të mos jem shkaku që të mund të fusi në një zënk, le të themi, me Vanesën, sepse s'ka marrë për atë qëllim këtu dhe nuk du fare që ta prish një qift të tillë, kështu që unë ndaj Indrit s'kam pik interesi që ta din gjithë, ose ndaj një personi tjetër. Por ke interesi shok. Si shok po. Unë thash edhe në klipi që unë nuk kam asnjë problem me Klevisen. Jo, jam shumë Unë kam probleme me sjelljen një afrim mes një mashkulli dhe një femre dhe në 2026 keq kuptohet dhe keq interpretohet. Të thuash ai jo më ka qef mua. Këto njerëz a kanë Kostana, të lutem, ne jemi shumica të lidhur këtu. Nuk themi te kamera, nuk themi te kamera Kostana, nuk themi te kamera ajo mendoj që më ka qef mua dhe kur ajo thot pastaj, më një sekondë me Kostana se po flas. Jo, nuk ishte shaka se e kanë pyetur për vajzën. Dhe ti vendosi një dam kasaj. Dhe përveç kësaj, të thot Klevisa që mendoj që më ka qef Henri dhe Indri të thot nuk ka faj. Pra mua këto më duken të tepërta. Nuk ka lidhje trafik, kjo është mungesë interesi për personin që ka dalë një ditë përpara. Ti mund të jesh kështu. Ti mendon. Po nuk e mendoj vetëm unë, e mendoj të gjithë. Po të gjithë Kush e mendon një sekond, ta kuptoj kush e mendon njësoj si Sara. Kush e mendon njësoj si Sara? Unë e mendoj që Indri nuk ka interes real ndaj Vanesës. Ja kam thënë madje që në momentin e parë vazhdimisht kam bërë humor me këtë gjë, kur vinte syze i thëja shumë bukur me syze lëre dhe të dashurën tani dhe në rregull dhe kyqeshte. Pra është e dukshme, sidomos për ne regjizorët që i njohim aktorët e dobët amator apo diletant apo të mirë profesionist momentet caktuara. Unë e pash edhe në momentin kur Vanesa u largua sa shumë u sforcua Indri për ta nxjerrë atë pikloti, por Indri është një djalë i cili ka vërtet potencial dhe mua më pëlqen që ne kalojmë kohë me Indrin dhe kënaqemi shumë. Më vjen keq që unë mendoj që ajo lidhja me Vanesën ishte nga Vanesa e sinqert, ndërsa nga Indri ishte një pateric për të ecur në këtë lojë, ndërsa tani që ka ikur Vanesa, të cilën siguroj suksese dhe i kërkoj ndjes për shakat me emrin e saj, tani e shoh edhe Indrin më të çliruar dhe tani e shoh Indrin vërtet gati që të shfaq pak nga vetja, pak më shumë. Është e shoh të gjej një histori tjetër thua Sara? Po, nuk ka sens mendoj tjetër. që edhe me Klevisën, tani edhe nga Klevisa unë kam parë edhe një lojë pak të histori jo dashurore. Për këtë gjë, sepse kur vjen këtu, tani ajo thot nuk kam dashur ty në çift, po kur vjen këtu thot dua të marr Indri, atë natë sa ishte larguar Vanesa. Si? Dhe shoh vazhdimisht që herë me Henrin, herë me Indrin krijon pak keqkuptime, më thënë drejtën. Keqkuptimet më duket i ke pa vetëm ti o Zhaku, se nga personat e tjerë s'është se kam gjuna i keqkuptim ndaj Henrit ose Indrit. Unë kam thënë shumë mirë që s'kam asnjë interesi ndaj këtyre dy personave. Po edhe Indri Zhaku po mos kishte interes, mund të thoshte jam shumë i mërzitur, jo. Po pra, s'mund të marrë tani jam shumë i mërzitur, do rikë ose bëri pra, ta po them edhe unë. Asun s'po mundja tikja ta merja. Harxo lek me Indrin, shko harxo lek në një që të do vërtet. Pra, unë vërtet besoj që me Vanesën Indrin nuk ka absolutisht asnjë lloj ndjenje apo emocioni për Vanesën. Po. Unë mendoj që shoqëria e fermës është një shoqëri e kufizuar në një numër të caktuar njerëzish. Nuk është një botë e hapur. Dhe nuk mund të, jo ti kërkosh llogarier që s'ke drejt për jetën personale, po edhe ta mendosh, mund të bësh dhe në shaka, po të krijosh tema të tilla artificiale, se sa e ka thellësinë t'ja masësh, marrim 1 metër, tash sa e kishte thellësinë si hidrauliku, të ndjenjës për Vanesën. Kur me njerë qofte edhe në momentin kur merë goditjen tjetri gjëja e parë që do mendoj në këtë situatë ku është, në këtë
kompleks ka ishtë vogël është ku do vazhdoj, se i ku shoqja, po ku do vazhdoj. Kështu që është krejtësisht normale, qoftë nga jo vajzë ose këtë djalë, që të kërkojnë vazhdim në për njërës tjerë, më falë, jo, e mas me kutin e reality show, e mat me kutin njëri vjen tjetri, ka tjetri, igën e i tjetri, ka pa për tjetrin akoma, igën e i tjetri. Falim derit për këtë kërkim. Mos e mat me kutin tatë të gjithë, Madje edhe në botën reale, nuk kanë dë një liqë që ndalon të ndjesh për më shumë se një njeri, sepse ndjenja është e pa kontrollueshme dhe gjykimi i ndjenjës është një lloj inkuizicioni në shekullin tonë që unë nuk arrit ta kuptoj se si mund bëhet. Kapu ke gjëra tjera, po mos u kap ke ndjenja. Shiko, Moza ju e dini që është goxha liberale në pikpamjet e saj, për qoftë për dashurinë edhe për si liberale? Jo, fare, unë jam shumë konservatore, po jam konservatore vetëm për ndjenjën. Unë jam konservatore për ndjenjën. Konservatore për ndjenjë që Jo, të liberale ndjenjë. Nuk e kuptoj. Unë nuk e kuptoj. A mund të them diçka? Mund të flas pak se tani sinqerisht kam Se i ka i propos. truni tash. Mërzit tash. Nuk është që mërzitem, po shiko, se po dalim pak jashtë teme. Po flasim për një vajzë që është aty jashtë dhe ka ndjenja kundrejt një mashkulli. Dhe unë si gocë e shof ndjenjën e asaj. Ashtu si që shef dhe Sara që ka krijuar marrëdhënie njerëzore aty brenda, reale përdërsa preket nga kjo situatë. Dhe nuk është fare e drejtë që të thuhet që të mbahet thjesht si një lojë, sepse kanë dalë njerëz nga reality dhe janë martuar dhe një e kemi këtu. Dhe nuk është fare vetëm në nivelin e një loje. Është në nivel ndjesor, shpirtëror, që është shumë domethënës, është një vlerë shumë e madhe që ne nuk mund ta ulim thjesht në nivelin e një loje. Dhe kjo është një bisedë për mua boshe, sigurisht e kuptoj mirë reagimin e Sarës, do bëja atë njëjtën gjë nëse do isha aty brenda, do kisha krijuar marrëdhënie me një person, është boshe sepse do kuptohet kur kjo lojë të mbaroj, sa reale ka qenë nga ana e Indrit. Sa reale ka qenë një ndjenjë ka realitetin e vetë. Nuk matet ajo. Moza, ndjenjë mat ka me martesë, po sa të martuar ka që ndjenjë për jashtë martesës. Martesën mos ta ulim, sepse martesa vjen si pasojë një ndjesie kur është e vërtetë. Një sekond, unë fola për ndjenjë shpirtërore, martesa vjen e dyta. Martesa ishte një shembull, duke qenë që e kemi Angelin këtu që ka dalë nga një reality dhe ka përfunduar në martesë për shkak të ndjesisë personale, shpirtërore dhe dashurisë. Por nuk besoj Moza që ti po t'ishe aty brenda dhe të dashuroje dikësh shpirtërisht në mënyrën maksimale, të dile jashtë dhe këtë personin të shikoje që qelet kur ti largohesh, që shoqërohet me njerëz tjerë, nuk besoj se nuk do të lëndonte kjo gjë. Qatë bëja i të izolohet? Nuk po thonë njeri që ka faj Indri po djek ndjesin e vetë. Asnjë person. Do të mbaj zia i. Ka gjithë zhvillime, ka dhe divorce, ka Patjetër që ka. Do marrim metër tash të mbasim ndjenjat e burrit se ku rëshkiti sa rëshkiti me kohë shoqëru për çan ndjeu. Pse kështu që ka kjo? Moza është një nuk ka që të doj Armina me shumë tuaj. Ja dëgjojmë pak Ermalin. Ermali ka një mendim. Do të thënë ku do të dali Sara ose Armina, tash Indri duhet mbaj zi gjatë gjithë kohës, nuk duhet qeshi, nuk duhet jetojë. Nuk po thot njëri këtë gjë, Ermali, s'po thot Çka ka bërë ky kaq? Po të vjen ty mesazh nga një femër tjetër dhe ti në vend që të thuash ok, faleminderit, e vlerësoj, po jo të shohim kur dalim jashtë ti e ke qytë vetëm available për pas të koncertit. Ai bëri shaka, e shpjegoi dhe ke klipi. Bëri shaka, e shpjegoi dhe ke klipi. Shakan kurrë të dikujt që lëndohet. Është normal. E shpjegoi dhe ke klipi, e pa klipin. Hello. Arbana dua ta kthej pak tek loja dhe formati. Ka shkatruar marrëdhënie duke toleruar nga të gjitha anët që çdo gjë normalizohet ditën e sotshme me këto momente. Dua të përjashtoj ti vrasim ndjenjat. Moza, nuk po them që ti vrasim ndjenjat, ne po diskutojmë. Ne po diskutojmë, nuk po themi që Indri nuk është i lirë të bëj çfarë të doj, patjetër që është i lirë të bëj çfarë të doj. Si su martove ti? Po ta pranoj. Jo të bëj sikur po bën të kundërtën. Mua kjo ma ancaron, sepse ai nuk e pranon çfarë po bën. Ai po e bën sikur unë po e zmadhoj pa sens. Dhe nuk është e vërtetë. Po ke sensin ti se Vanesa. Sensi është që të gjithë e kanë kuptuar ti një edhe fëmijët e vegjël e kanë Sara, një sekond, vetëm të bëj një pyetje për të kuptuar pak më shumë qasjen tënde. Jashtë, në jetën reale, kur një shoqe
jotja, një mikeshe jotja, ka një raport të diskutueshëm me të dashurin e saj. Një sekund, ka gjëra që ty nuk të pëlqejnë tek i dashuri saj, ose mënyrën se si ai e trajton. Ti ja thua shoqes, apo shkon të flasësh me këtë djalin për t'i thënë këndvështrimin tënd? Unë ja them shoqes. A ja ke thënë ndonjëherë Vanesës? Ja kam thënë në mënyrën time, por jashtë, unë e di që nuk shofi 1 milion kamera dhe nuk paraqikohet shoqja ime. Dërsa këtu e di të kundërtën, kështu që unë mbyll gojën kur e shikoj Vanesën që mund të dëmtohet, dhe kur ikër Vanesa dhe shikoj pikërisht atë që kisha menduar gjatë gjithë kohës, patjetër që do reagoj. Por në asnjë moment nuk ja kam bërë Indrit të gjë, e kam lënë të qetë të vazhdoj atë që ai do të bëjë. Patjetër shumë do ta flas shoqën ime. Vanesa e shef Viskaranburg. Vanesa e shef televizor. Pikërisht, por mua më bën përshtypje si shoqja vet. Po mos bëjmë më shumë përshtypje se Vanesa pak Visi se më në fund, Visi po jep mendim për diçka. Vis, çfarë mendimi ke? Ideja ime është kjo. E para punës njerë, ku bo shoqe ngush kjo për i muj, se ne kena ka 30 vjetë shoqni. Jo, Pritje, ku bo shoqe ngush këtu brënda. Po, prejta dhe, o fjalla modhe, në sa fjalla modhe. Shoqe ngush këtu brënda. O fjalla modhe. Nuk ka pasur njëri që ka qëndruar me Vanesën që ka Për mua fjalla modhe, ti mund ta kesh. Po mi pra unë e them. Oke, Vanesa, qofë mirë aty ku është, e përshnesim, nuk ka ranë burg dhe s'ka televizor. Vanesa e shef. Okej? Është marrëdhënia këtyre. Ti nuk ke nevojë të tanish më shumë se sa zotë punës. Po ku e di ti sa e ndjen dhe sa e ndjen ajo? Po pa e shohim. Ku pikërisht duke qenë këtu brenda e bllokuar. Nuk po e le atë fare. Se di ti fare visit lutem mos jep shumë mendime të përgjithshme. Jo, mos jep mendime të përgjithshme. Mos jep mendime të përgjithshme. Situata është e tillë. Unë shikoj një gjë që më shqetëson. Lele kam 17 vjet martesën e di çao situata, më tregon më çao. Mbase bashorta jote e kupton se flet me shoqet e veta dhe kur ka shqetësime flasim me njëra tjetrën. Dhe unë të shqetësime kanë darë me shoqen time, nuk e kam darë me ty. Po jo pra, se nuk mund ta gjykosh. E di çka ka thënë Sara. E di çka ka thënë Sara. Unë kam më shumë se sa ajo. Po jo pra Visi, sepse unë kam fjetur çdo ditë me atë vajzë. E kam parë kur është lënduar, e kam parë kur është lidhur, e kam parë kur ka reaguar. Unë kam qenë afër saj. Dhe ajo është shef, nuk është se shef. Dhe ky e din që ajo është shef. Po kush po thotë që se shef? Kjo do të thotë që unë duhet të reagoj. Po ti ashtu po reagon sikur s'bëj shef. Po jo, mos u thirr me reagimin ty, më jo Vanesa, so Sara. Po mos u prek më shumë se i zoti punës me vazhdon atë. Po ti sa shprekur ajo. Po ti sa shprekur. Po ti E di çka ka thënë Sara. Po e marr fare parasysh.